31%. Tonin, më falë, në Korç, në qytet apo në Korç përfshirë dhe fshatrat? Po flasim në të gjitha qendrat e votimit të bashkisë pra së bashku, Korçës. qytetin dhe fshatrat, po. Po janë të gjitha, sipas raportimeve që janë bërë në qytet, që kemi pra 2 KZAZ, ndërkohë që 5 të tjera janë në bashkitë të tjera të qarkut të Korçës. Qarku i Korçës ka numrin më të madh të qendrave të votimit, por çuditërisht nuk ka më shumë se 30% deri në këtë momente, Devolli siç thash me 40%, Kolonja me 38%, Maliqi me 38%, Pogradeci me 33% dhe Pusteci, bashkia më e vogël në juglinjen e vendit me 35%. Ndaj në kushte të tilla, drejtuesit politik të Partisë Socialiste, por edhe Partisë Demokratike janë duke I bërë thirrje elektoratit të tyre për të ardhur, për ta shprehur vullnetin e tyre me votë, pra për të bërë pjesë e këtij procesit zgjedhor. Por zakonisht edhe rritja edhe në juglinjet vendit nisur edhe nga zgjedhjet lokale, por edhe ato parlamentare, rritja në përqindje vjen pas orës 16 në juglinjet vendit. Pra nuk përshtohet mundësia që në fund, pra në mbyllje të këtij procesit, të shkojë diku tek 44-47% në juglindjet vendit.